Reality show Ferma VIP 2 ka filluar dhe do të vazhdojë për rreth 90 ditë, të cilën do të moderoj Luana Vjollca. Padyshim Luana ka marrë mbështetje të pafund nga miq dhe kolegët. Një ndër ta ishte dhe bashkëpunëtori i saj i vjetër, Olci Bylyku, i cili ka publikuar në llogarinë e tij në Instagram një foto teksa e ka uruar suksese. Me notat intime dhe personazhet që pash, Ferma VIP këtë vit do të jetë hit. Suksese Luana Vjollca. Na duhet të themi se Luana Vjollca i solli risi të shumta që në natën e parë të këtij reality show, këtij spektakli, që me sa duket, pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, do të marrë komplet vëmendjen e të gjithë teleshikuesve. Na do të rikujtojmë se ditën e djeshme, Olci Bylyku dha një intervistë duke folur për partneren e tij aktuale dhe ish partneren Egli Tako. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.